Kjo gjykatë e formuar nga një njeri i çmendur, i cili në vitin 2011 ngriti një rezolutë në Parlamentin e Evropës, në Këshillin e Evropës, se gjëja ushtria qeveritare e Kosovës ka bërë krime dhe ka jep organe njerëzore në Shqipëri në një shtëpi të verë. Me siguri se shtëpia si objekt ekziston, po spital shtëpia s'ka qenë. Dhe ne sot me këtë numër kaq të madh të vëllezërve dhe motra që janë këtu sot dhe në gjitha protestat e kalume i tregojmë Drandavillove se ushtria qeveritare e Kosovës boron, lind dhe vepron nga populli. Ato populli e rriti, populli e mbrojti dhe populli sot është mbrapa tyne. Ne sot kërkojmë drejtësi, jo drejtësi politike, ajo gjykatë më shumë është drejtësi politike dhe ju ngjan gjykata të ish Jugosllavisë të sistemit të kaluar të Titos. Kjo gjykatë sot merret me fakte të falsifikume, fabrikume, të cilat fare nuk qëndrojnë. Unë isha vetë dëshmitar në gjykatë ku isha burgosur, unë edhe shokti mi me Nasim Aradinin dhe shumë të tjerët, ne e dim siç ka kemi dëgjuar ato, gjitha ato gënjeshtra rrema nga ata dëshmitar, të cilët trupin e kanë Kosovë, kokën e kanë në Serbi. Të ushtrisë qeveritare Kosovës. Se ushtria do të respektojë të gjitha konventat ndërkombëtare mbi luftra. Respektoj vendimin se një ushtri guerrile duhet të dallohet dhe vendosi simbolin e vetë që e dallonte se kush është ushtria qeveritare e Kosovës. Rregull ndërkombëtar e respektuar nga ushtria qeveritare e Kosovës. Ushtria qeveritare e Kosovës dënonte çdo veprim fashist, çdo veprim kundër popullatës civile. Ushtria qeveritare e Kosovës është palli vetëm ushtria e popullit vullnetare që lufton për lirinë e popullit të vetë. Është një vërtetë e madhe që objektivin final nuk e arritëm për të ndërtuar hierarhinë. Prandaj nuk të deshëm që akuzat që bëhen për shpinë e verë, akuzat që bëhen për ndërmarrje të përbashkët kriminale, të njëllosin historinë e luftës qeveritare, e bive e bijave, më të mirë të kombit shqiptar. Ky proces duhet të marrë epilog të pafajësisë, sepse Hashim Thaçi, Kadri Berseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe ushtarë që ndodhen pranë tyre grimave akuzohen për vepra të pabëra. Të tërë procesin e kemi përcjellë. Mbase na grilleshte lëkura në shtat kur dëgjonin akuza që ne na i kishte bërë Beogradi e Moskva si terrorist, kriminele, bandit. Jemi ndellë këtu në sheshin e Skënderbeu në Shkup për një kauz që na dhem, që na prek zemrën, historinë dhe identitetin, por mbi gjitha
na bashkon. Na bashkon për të kërkuar drejtësi për komandantët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilat po gjikohen padrejtësisht në Hagë. Nuk jemi këtu për të mohuar drejtësinë, përkundrazi, jemi këtu për ta kërkuar drejtësinë. Nuk jemi për të kundërshtuar ligjin, por për të kujtuar botës se ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë. Nuk jemi për përplasje, po për të thënë me zë të lartë se historia nuk guxon të shtrembërohet, se lufta jonë e drejtë nuk guxon të baltoset. Ne kërkojmë që gjykimi të jetë i ndershëm, transparent, i bazuar në fakte e jo në gënjeshtrat serbo-ruse. Unë, si bidëshmori, qëndroj sot para jush me një emocion që është njëkohësisht nder, përgjegjësi dhe flagë pashërueshme. Nuk luftuan për privilegje, poste apo lëvdi të reme. Ata luftuan që asnjë nën shqiptare të mos e fshihte fëmijën në sqetur nga frika e zhdukjes, që çdo fëmijë i Kosovës të kishte të drejtën elementare të qenit i lirë në vendin e tij, që kombi ynë të mos shëndërojë në një statistik harrese. Por sot ata nuk janë në llogore, ata janë në një sallë gjyqi të largët përballë akuzave që historia e këtij kombi njeh si anakronike, të drejta, të padrejta dhe thellësisht të pamerituara. Ne kërkojmë një drejtësi subnative, të pakontestueshme, të balancuar dhe të pandikuar. Një drejtësi që e njeh kontekstin, sakrificën dhe të vërtetet e madhe të kësaj lufte. UÇK-ja nuk ishte ushtri pushtimi, por ishte ushtri çlirimi. UÇK-ja nuk ishte ushtri krimi, por ushtri e lirisë dhe e dinjitetit.